Në lagjen e qetë të Oakwood Grove, ku asgjë nuk ndodhte kurrë, një thirrje misterioze për një shtëpi të braktisur ndryshoi gjithçka. Oficerët Mark dhe Jamie nuk e dinin se pas asaj dere të vjetër fshihej një tunel që të dërgonte në një botë tjetër. Kur Mark u mbeti i vetëm në errësirë, ai zbuloi diçka që do t'i linte të gjithë pa frymë. Çfarë fshihej në themelet e lagjes suaj? Dhe ku zhduk oficer Jamie në momentin më kritik? Qëndroni me ne për të zbuluar misterin e tunelit të diamanteve. Në lagjen e qetë periferike të Oakwood Grove, jeta ishte e parashikueshme dhe pa ngjyrje, por një mëngjes me diell, gjithçka ndryshoi kur një hetim policor pezullues çoi në një zbulim që do t'i linte të gjithë të mahnitur. Marku mbajti frymën ndërsa hyri në tunel. Partneri i tij, oficeri Jamie, ishte larguar për të ndjekur një tjetër pistë, kështu që ai ishte plotësisht i vetëm tani. Ai zbriti ngadalë dhe bëri rrugën e tij më thellë në tunel, duke mbajtur të gjitha shqisat në gatishmëri në rast se dikush vinte pas tij. Këtu poshtë, ai nuk do të kishte asnjë vend për t'u fshehur. Pas pak kohe, Marku mbërriti te një derë. Ai kishte ndjesinë se ishte gati të bënte një zbulim të madh. Por kur pa se çfarë fshihej pasaj, ai mbeti pa frymë. Nuk kishte pritur kurrë të gjente diçka të tillë këtu as në 1.000.000 vjet. Ai kërkoi menjëherë përforcime dhe u përpoq të kontaktonte Jamie-n, por ai nuk po i përgjigjej telefonit. Marku shpresonte që kolegu i tij të mos ishte në rrezik. Ai duhej ta gjente atë menjëherë. Kush e kishte bërë këtë tunel? Çfarë kishte gjetur Marku të fshehur brenda tij? Dhe çfarë po ndodhte me oficer Jamie-n? Por para se të fillojmë, shtypni butonin like dhe siguroni të bëni subscribe nëse nuk e keni bërë ende dhe shtypni atë zilën e notifikimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Në rregull, faleminderit që na njoftuat, zonjë. Ne patjetër do ta shqyrtojmë këtë. Oficeri Mark Williams pshërëtiu ndërsa mbylli telefonin. Dukej sikur telefoni thjesht nuk ndalonte së rëni sot, dhe kjo ishte shumë e pazakonshme. Oakwood Grove ishte një qytet shumë i qetë ku asgjë e paparashikueshme nuk dukej se ndodhte kurrë, por kjo dukshëm kishte ndryshuar. Mark Williams i ishte bashkuar forcave të policisë rreth 20 vjet më parë, dhe gjatë punësimit të tij, ai nuk kishte marrë kurrë aq shumë thirrje në një javë të tërë sa kishte marrë në këtë ditë të veçantë, dhe ishte shumë e jashtëzakonshme që të gjitha thirrjet ishin për të njëjtën gjë. Të gjithë njerëzit që telefononin donin të raportonin aktivitet të dyshimt në një shtëpi që dukej e braktisur në rrugën Maple në skaj të qytetit. Fqinjet kishin vënë re lëvizje të çuditshme natën vonë dhe dyshonin se diçka e çuditshme po ndodhte atje. Kështu që oficeri Williams dhe partneri i tij, oficeri Jamie, vendosën ta kontrollojnë atë. Ata shkuan në rrugën Maple dhe kaluan ngadalë pranë shtëpisë, duke e parë mirë me danga makina. Ajo kishte qenë e braktisur prej vitesh dhe sigurisht që ende dukej e tillë. Gjithashtu, ata kishin marrë aq shumë thirrje për të kohëve më fundit sa i bëri të besonin se ishte përsëri në përdorim. Pyetja ishte pse. Ata vendosën të parkonin makinën e tyre një blok më larg në përpjekje të mos rënë në sy. Të gjithë telefonuesit kishin përmendur se sapo e rrësohej, shihnin makina që shkonin dhe vinin nga kjo shtëpi me drita të fikura. Ishte e qartë se kushdo që vinte këtu, donte që kjo të mbetej sekret. Kështu Mark dhe Jamie parkuan makinën dhe ecën drejt shtëpisë. Jashtë ishte ende dritë, kështu që ata nuk prisnin që asnjë nga vizitorët e fshehtë të natës të vinte në shtëpi. Gjithashtu puna e tyre i kishte mësuar që të prisnin gjithmonë të paparashikueshme, ndaj e dinin se duhej të bënin kujdes, gjithashtu. Pasi mbërritën te shtëpia, ata ndaluan të folenin dhe përdorën shenja për të komunikuar. Të dy i kishin armët gati në rast se do t'ju duheshin, dhe Marku me kujdes dhe ngadalë u përpoq të hapte derën parme. Ishte e kyçur, kështu që vendosën të rrotulloheshin nga mbrapa dhe të provonin nëse mund të hynin në shtëpi nga atje. Për fat të mirë, dera e pasme ishte e hapur dhe u hap me lehtësi. Oficerët shikuan njëri tjetrin dhe pohuan me kokë, po hynin brenda. Ishin të dy vërtet kurioz për atë që do të gjenin brenda, por ende nuk e kishin idenë se do të ishte shumë më e bizarre sa e prisnin. Çfarë do të bënit ju nëse do të zbulonit një tunel të fshehtë nën shtëpinë tuaj? A do të guxonit të hynit brenda apo do të thirrnit më mirë policinë? Na tregoni në komente. Ata u ndanë dhe kontrolluan pjesën tjetër të shtëpisë, por gjithçka dukej krejtësisht në rregull derisa Mark,
"Hajde këtu, duhet ta shohësh këtë", shpëriti Jamie nga një prej dhomave të tjera. Kur Marku shkoi atje dhe pa atë që Jamie kishte gjetur, ai mbeti pa frymë dhe sytë i shkëlqyen. Ai e dinte se ishte një shenjë telashi, por nuk mund të mos emocionohej. Kjo ishte arsyeja e saktë pse ai kishte dashur të bëhej oficer policie. Si fëmijë, ai ishte i intriguar nga misteri dhe sfida, dhe kjo ishte saktësisht ajo që i ishte paraqitur tani. Ai dhe kolegu i tij po shikonin diçka që kërkonte dëshpërimisht një hetim special. Ata po qëndronin mbi disa shkallë që të dërgonin poshtë në një tunel. Kishte një tunel nën këtë shtëpi. Ky ishte lloji i gjërave që kishin parë vetëm në filma, por kurrë nuk kishin pritur t'i gjenin në Oakwood Grove. Ky tunel ishte definitivisht i bërë nga dora e njeriut dhe ata duhet të zbulonin përse shërbente dhe kush e kishte bërë. "Wow", shpëriti Marku. "E po, çfarë po presim? Le ta kontrollojmë", i tha ai partnerit të tij. Jamie pohoi me kokë dhe ata filluan të zbrisnin shkallët. Nuk ishin as në gjysmë të rrugës kur papritur dëgjuan një zhurmë. Ishte zhurma e mbylljes së një dere. Dikush ishte brenda shtëpisë. Oficerët shikuan njëri tjetrin dhe e dinin se ishin në telashe. Duhet të mendonin shpejt ose mund ta futnin veten në një situatë shumë të rrezikshme. A duhet të ktheheshin dhe të fshiheshin diku brenda shtëpisë apo të vraponin në tunel dhe të provonin fatin e tyre? Marku shikoi në tunel dhe tundi kokën. Nëse do të hynin atje brenda, do të gjendeshin menjëherë. Tuneli ishte shumë i gjatë. Nëse kushdo që ishte brenda shtëpisë zbriste këtu, do t'i shihte patjetër para se të gjenin një vend mirë fshehjeje. Duhet të ktheheshin këtu poshtë më vonë. Marku e kapi Jamie nga shpatula dhe bëri me shenjë nga drejtimi i shtëpisë për nga sapo kishin ardhur për t'i treguar se duhet të fshiheshin atje. Jamie pohoi me kokë në shenjë dakordësie dhe ata vrapuan shpejt lart shkallëve sa më qetësisht që mundën, duke parë përreth për të gjetur një vend fshehjeje. Në atë moment, dëgjuan dikë duke vrapuar nëpër shtëpi, duke përshpëritur me zemërim. "Duhet të jenë diku këtu brenda. Robi sapo më shkroi se i pa duke ecur në rrugë. Do t'i gjej ata polic bastard. Duhet ta mbyll tani, por do të ringarkoj pas 1 minute." Ishte një zë mashkulli dhe oficerët e kuptuan se ai ishte këtu vetëm. Ata vrapuan shpejt por në qetësi, larg tunelit në një nga dhomat bosh, ndërsa dëgjonin për hapat. Ata dëgjuan burrin, kushdo që ishte ai, duke zbritur shkallët për në tunel. Disa minuta më vonë, ai u kthye lart dhe kontrolloi disa nga dhomat e tjera. Ai madje kaloi pikërisht pranë dhomës ku ishin fshehur Jamie dhe Mark, por nuk hyri brenda, kështu që nuk i shihte. Oficerët dëgjuan zhurmën e formimit të një numri dhe pak sekonda më vonë, burri foli përsëri. "Jam unë, përsëri. Ishte alarmi reme. Nuk ka njeri këtu. Kontrollova edhe tunelin. Gjithçka është ende aty." Burri qëndroi i theshtur ndërsa dëgjonte çdo gjë që po thoshte personi tjetër dhe më pas tha: "Mirë, po vi tani, shihemi atje." Dhe ai u largua. "Në rregull, kjo ishte për pak", tha Marku ndërsa eci 3 dritares për të parë në fund burrin që sapo kishte qenë brenda me ta. Jamie pohoi me kokë dhe tha: "Duhet të ndahemi. Unë do ta ndjek atë, ndërsa ti shko kontrollo atë tunel." "Ide e mirë, më telefonon nëse gjen diçka." Jamie doli shpejt nga dera e pasme dhe Marku e shikonte ndërsa largohej poshtë rrugës. Ai mori një frymë të thellë para se të rrotullohej dhe të kthehej përsëri te ato shkallë. Kishte ndjesinë se ishin në prag të diçkaje të madhe, por nuk e dinte ende se çfarë. Ai ishte pak më i qetë tani se e dinte me siguri se askush tjetër nuk ishte brenda me ta. Përndryshe, ai burri nuk do të kishte ardhur për të kontrolluar vendin. Ai zbriti përsëri shkallët dhe nuk mund të mos e mahnitej nga atë që pa. Tuneli ishte vërtet i gjerë dhe mjaftueshëm i lartë që të ecte pa u përkulur. Kishte madje edhe drita brenda tij për të treguar rrugën. Kushdo që e ka bërë këtë, ka bërë një punë të shkëlqyer, mendonte Marku me vetë. Por natyrisht, ai nuk ishte këtu për të admiruar mjeshtërinë e tunelit. Ai ishte këtu për të zbuluar përse shërbente dhe kush e kishte bërë. Mendimi ishte se e gjithë kjo gjë ishte shumë e çuditshme. Shtëpia ishte e braktisur prej vitesh dhe tani papritur njerëzit po hynin fshehur azinatën në shtëpi dhe dikush kishte bërë këtë tunel gjigant. Duhet të kishte kushtuar shumë kohë dhe para për ta bërë këtë, dhe Marku i vdiste dëshira të dinte përse shërbente. Dhjetësit e diamantëve po e përdornin tunelin si një vend ruajtjere të thesrave të tyre të vjedhura. Kur ai në fund arriti në fund të tunelit, mbeti pa frym kur pa se çfarë kishte brenda tij. Kudo që shikonte, shihte diamantë dhe xhuvajra të bukura, dhe në fund gjithçka u qartësua. Tuneli ishte bërë nga një band ajdutësh diamantësh që kishin grabitur shtëpi dhe dyqane në zonë.
Ata e përdornin tunelin si një vend magazinimi derisa të mund t'i eksportonin dhe t'i shisnin. Hajdutët u arrestuan, të gjitha gjuvajrat ju kthyen pronarëve të tyre të ligjshëm dhe oficerët Williams dhe Martinez morën një rritje të madhe në detyrë. Ata kishin bërë një punë të jashtëzakonshme. A mendoni se banda e hajdutëve të kishte një bashkëpunëtor në polici që i njoftonte për lëvizjet e oficerëve? Na tregoni teoritë tuaja në komente.